Zoti kryetar, nderuar deputet, sot shqyrtojmë raportin vjetor mbi veprimtarinë e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, pasqyrë një viti intensiv përgjatë të cilit Shqipëria ka hyrë një fazë shumë vendimtare të rrugëtimit ton për të ribashkuar me Europën, dhe nuk flasim më sot për hapje negociatash, jemi në momentin që flasim për mbyllje kapitujsh. Më 26 maj të këtij viti u mbajt konferenca e 8 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, gjatë të cilës u konfirmua përmbushja e piketave të ndërmjetme për grup kapitullin e themeloreve, duke hapur kështu pra zyrtarisht fazën tjetër, atë të mbylljes së kapitujve të negociatave për marrëveshjen e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, javën e kaluar, Shqipëria shënoi një tjetër sukses, më 14 korrik, ne pra mbyllëm 3 kapituj, që ishte 25-a, shkenca dhe kërkimi, 26-a, arsimi dhe kultura, dhe kapitulli 30, marrëdhënie me jashtë, në fakt një kapitull që e kemi mbyllur shumë kohë më parë, sepse Shqipëria jonë e përbashkët shkëlqen në aspektin e njësimit të orientimit të politikës saj të jashtme të sigurisë 100% me vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe me vetë Bashkimi Evropian. E pra, zonja zotëri, jemi në një moment historik për vendin, pasi për herë të parë, për gjatë këtij procesi të zgjatur, procesi integrimit ka hyrë në atë fazën më konkrete, më intensive, ku secili prej nesh dhe grupet tona parlamentare duhet ta shohë veten si një kontributor i pazëvendësueshëm në këtë moment intensiv negociatash për ta përmbyllur procesin e negociatave në krishtlindje të vitit të ardhshëm. E pra, ky nuk është vetëm vlerësimi ynë, ky është pikëspari vlerësimi atyre që na monitorojnë, ose vlerësimi atyre në institucionet që ne do ta shohim Shqipërinë, tani më jo për pas disa vitesh, po mund të numërojmë edhe me muaj si pjesë përbërëse. Flas këtu për Parlamentin Evropian, ku bashkë me kolegët që ishin prezent në bisedat me eurodeputetët, po flisnim edhe për numrin e eurodeputetëve që Shqipëria do të ketë. Diku ke 12 ose 13 eurodeputet, dhe meqense janë të Parlamentit Evropian, gjej rastin të rishpreh falënderimin e merituar përkundrejt jo 483 eurodeputet si numër, por të një fakti që duhet na bëj krenar. Shqipëria është vendi që mori më shumë vota pro në rezolutën përkatëse, krahasuar me gjitha vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Është shumë domethënëse për të kuptuar se çfarë mbështetje ka, dhe këtu të falenderojmë të gjitha grupet politike të mëdha, pa asnjë dyshim Partinë Popullore Evropiane, që mbetet bashkë me socialistët dhe demokratët, dy grupet udhëheqëse në mbajtjen hapur të dyerve të Bashkimit Evropian për valën tjetër të zgjerimit, ku Shqipëria jonë e përbashkët bashkë me Malin e Zi, ndoshta edhe me Islandën, të shohim se si do të shkojë referendumi, mund të jenë vendet që do të jenë në valën tjetër të zgjerimit. Ky rezultat është një sinjal i fortë politik se Shqipëria shihet sot si një nga vendet më të avancuara të procesit të zgjerimit, dhe reformat e ndërmarra kanë krijuar besim nga institucionet europiane për ato që po bën Shqipëria në vijimin, thellimin, konsolidimin e këtij procesi deri në anëtarësimin e plotë. Aq domethënës është fakti se edhe Eurobarometri i fundit konstaton që jemi vendi ku mbështetja për procesin e zgjerimit, pra të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, është më e larta në të gjitha vendet e rajonit. 92% e shqiptarëve e mbështesin anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dhe kjo reflektohet në fakt edhe në kontekstin politik të mënyrës se si konfigurohet sot kuvendi i Shqipërisë, ku dy partitë kryesore politike mbështesin hapur
këtë proces. Dhe kjo është ndoshta pasuria më e madhe politike që ka Shqipëria, sot duke konfirmuar atë që rilindasit tanë shkruanin shumë vite më parë se për ne shqiptarët dielli lind andej nga Perëndon. Sepse integrimi evropian nuk është projekti një qeverie, apo edhe vetëm një shumicë parlamentare, është projekti kombëtar i shqiptarëve, dhe kjo ka qenë qasja jonë, gjithmonë të mirëpritur, kontributi i çdo deputeti në këtë sallë, edhe atyre të opozitës, dhe mezi pres, ndoshta më datë 23, pas ndërprerjes së kësaj faze të shkurtër të bojkotit tuaj parlamentar, të keni mundësinë të votoni një numër të konsiderueshëm ligjes që janë pjesë e punës që Shqipëria duhet bëj, pas një viti pothuajse, pas 2 sesionesh parlamentare, mendoj që ka ardhur koha që opozita parlamentare të votojë një ligj të vetëm që lidhet me anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Tani shkojmë tek Këshilli Kombëtar i Integrimit në këto 4 minuta të mbetura, që kur e ideuam bashkë me kolegen Majlinda Bregu, si 2 propozuesit e ligjit plot 12 vite më parë, menduam të krijoj një pikë takimi në kuvend mes qeverisë, institucioneve pavarur, shoqërisë civile, komunitetit biznesit, akademisë, partnerëve ndërkombëtar, shoqërisë civile, dhe konstatoj se gjatë vitit 2025, në raportin që është përgatitur nga ekspertët që asistojnë komisionin, janë trajtuar tema me rëndësi që lidhen me negociatat, siguria ushqimore, mbrojtja e konsumatorit, lufta kundër piratarisë digjitale, audiovizive sfundmi, edhe çështje të tjera që lidhen me parafrimin e legjislacionit shqiptar me akin komuniter. Pra, njëkohësisht është përfunduar dhe procesi i renovimit të anëtarësisë së Këshillit, duke garantuar përfaqësimin e organizatave të shoqërisë civile. Vlerësoj shumë që me rastin e ndërprerjes së këtij bojkotit të shkurtër, të riktheheni plotësisht edhe në detyrat përfaqësuese në kuadër të Këshillit Kombëtar të Integrimit, duke qenë se ndryshimet në rregullore i votuam me konsensus, pra e tejkaluam dhe atë debatin që patëm për çështjen e Komisionit për Europën dhe Punët e Jashtme, sepse u votua me konsensus, atëherë besoj që tani është koha që të riktheheni edhe në Këshillin Kombëtar të Integrimit. 2 fjalë për raportin 2026 Komisioni Evropian për Shtetin së Drejtës, duke e parë me syt objektiv se Shqipëria ka hyrë një fazë të re konsolidimi institucional. Komisioni Evropian ka vlerësuar përfundimin e procesit të vettingut, përfshirë fazën e apelimit, duke theksuar se ky proces ka arritur pavarësinë, integritetin, llogaridhënien e sistemit drejtësisë. Tani më pjesa e apelimit po bëhet nga gjykata kushtetuese, e cila duhet mbështetur në përfundimin e plotë të këtij procesi. Reforma në drejtësi po jep rezultate konkrete përmes zbatimit të strategjisë ndërsektorale të drejtësisë, forcimit të institucioneve të reja, konsolidimit të standardeve europiane, dhe duhet jemi krenar që raporti evidenton rezultatet e prokurisë posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, sepse janë rezultate të cilat kanë konsoliduar diçka që vite më parë në këtë sallë, 10-12 vite më parë, kur lexonim raportet e komisionit tonim, duhet një track record, duhet një regjistër i rasteve të korrupsionit nivelit lartë, dhe jemi në kushtet që mund t'i lexojmë qartazi këto rezultate. Dhe po ashtu mendoj sa i përket forcimit të rolit të Këshillit Kombëtar të Integrimit, mendoj që në detyrat që duhet t'i shohim me kujdes bashkë me bashkëkryetaren, ndjekja e rekomandimeve të Komisionit Evropian, forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional, rritjes së dërgjegjësimit publik për procesin e integrimit, dhe po aq i rëndësishëm është komunikimi me qytetarët. Integrimi evropian nuk mund të mbetet një proces teknik i kufizuar vetëm në të pjesën e tyrezës së negociatave, por duhet të jetë një proces kombëtar i kuptuar, i mbështetur nga çdo qytetar shqiptar. E pikërisht për këtë arsye Këshilli duhet të vijojë, të organizojë forume tematike, konsultime publike, aktivitete ndërgjegjësuese, në mënyrë që ta bëjmë atë një instrument në duart e qytetarëve për të dëgjuar gjithkënd që është i përfshirë në proces. Prandaj, për ta mbyllur, vetëm 30 sekonda
zoti kryetari. Ta përfundoj fjalën, të lutem. Sot Shqipëria ndodhet më pranë Bashkimit Evropian se në çdo moment tjetër të historisë saj. Kjo është arsyeja pse përgjegjësia jonë është më e madhe se sa kurrë. Integrimi evropian nuk është projekt i një shumice, por është projekt i gjithë shqiptarëve, një projekt kombëtar dhe projekti që mbështetet nga 92% e qytetarëve. Kjo duhet të jetë linja jonë orientuese. Mos e shikoni bashkëpunimin për hir të integrimit si një tradhti të partisë, por shiheni si një shërbim ndaj Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit.